Mjeku çudi të botën, një qep në ditë shëron këto sëmundje në kohë rekord. Ja si ta përdorni. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë. Qepa mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër sëmundjeve kronike. Përdorimi i qepës është një zgjidhje fantastike për mbrojtjen e organizmit, pasi mund t'jap edhe rezultate fantastike si një nga ushqimet superiore që është për shëndetin. Qepa ka aftësi të parandalojë, është edhe dobishme në trajtimin e problemeve kronike, siç janë ato koronare, diabeti tipi 2 e të tjera, citon Healthline. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ajo gjithashtu është e rëndësishme kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi dhe mikrobet. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera, do të ulë gjithashtu nivelin e kolesterolit, do të pengojë forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i qepës. Qepa është një zgjidhje fantastike kundër diabetit. Për fatin tonë të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak, duke u bërë aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë nëse konsumohet të paktën një qep çdo ditë. Falë qepës zbehet dëmi i yndyrnave dhe sheqernave, ndaj duke ngrënë qep ju do të mirëmbani nivelin e sheqerit në gjak dhe gjithashtu do të përmirësoni sistemin tuaj trupor. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njerëzit duhet të konsumojnë të paktën një qep në ditë. Përfshiheni qepën vazhdimisht në sallata, në perime, në gatime me peshk ose me mish, ose edhe si një zgjidhje fantastike në sallatat e shijshme. Kështu përfitimet që do të merrni prej tyre do të bëjnë vërtet ndryshime plotësuese për organizmin, sidomos edhe në betejën kundër komplikacioneve. Qepa është një zgjidhje fantastike që mund të shtohet në dietën tuaj. Vlerat ushqyese që jep organizmit e kthejnë atë në një nga produktet më të mira për të konsumuar vazhdimisht në dietën tuaj. Qepa është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin e stomakut. Qepët përmbajnë fibër probiotike, të cilat janë të mira për zorrët tuaja. Ato mbajnë të shëndetshme florën e zorrës dhe rregullojnë gjithashtu edhe nivelin e bakterieve. Këto bakterie shtypin bakteriet e tjera që dëmtojnë zorrët tuaja dhe i largojnë jashtë. Qepa është një zgjidhje fantastike për të mbrojtur shëndetin tuaj të zemrës. Ka pasur disa studime mbi efektet e qepës në gjakun tuaj. Këto studime tregojnë se konsumi i qepës rregullon edhe zvoglon riskun e mpikjes së gjakut. Përveç kësaj, padyshim që nuk ka kolesterol të qepa dhe ato mund të shtojnë më shumë aromën e ushqimeve. Pra është shumë më mirë të shtoni qepën në ushqimet tuaja me pak element ushqyes dhe të zvendësoni kripën me këtë perime. Kripa është e dëmshme për presionin e gjakut dhe mund të ndikojë në dëmtimin e shëndetit të zemrës. Përfshirja e qepës në dietën tuaj është një produkt fantastik gjithashtu edhe për nivelin e sheqerit në gjak. Studimet kanë zbuluar se nivelet e sheqerit në gjak ulën ndjeshëm pas konsumit të qepës. Qepën përdoreni vazhdimisht në dietën tuaj si një zgjidhje fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu në mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Nëse doni të përmirësoni shëndetin, qepa duhet të jetë një zgjidhje e plotë për dietën tuaj. Qepa është e pasur me oligoelement të tilla si sulfuri, potasiumi, magneziumi, fluori, kalciumi, fosfori dhe vitaminat. Enzimat aktive të qepës kanë në veti të mira diuretike, purifikuese, tonifikuese për aparatin tuaj tretës. Normalizojnë florën intestinale dhe pengojnë rritjen e substancave toksike që ndikojnë në shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë, gjithashtu edhe kundër problemeve imunitare. Ju gjithashtu mund të bëni gargar me lëngun e qepës dhe të merrni elementët ushqyes të saj për të përmirësuar shëndetin dhe për të mbajtur gjithashtu larg edhe komplikacionet shëndetësore të tij. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë, pasi përmban nivele mjaft të mira të sulfurit. Ky i fundit do të nxjisë prodhimin e kolagjenit dhe do të stimulojë rritjen e flokut dhe të pastrojë fytyrën nga aknet.
Qepa njihet gjithashtu si një afrodiziak shumë aktiv, shumë i rëndësishëm për sistemin kardiovaskular. Substancat e sqafurit parandalojnë trashjen e enëve të gjakut në formimin e trombeve. Kështu konsumi i qepës në dietën tuaj do të ndikojë pozitivisht në rritjen e përfitimeve të shëndetit dhe gjithashtu mbajtjen larg të komplikacioneve. Në këtë video, sipas Bright Side, do të rendisim disa nga përdorimet e qepës jashtë kuzhinës. Ju lehtëson në dhimbjet e veshit. Në një leckë të pastër vendosni pak qepë, mbajini gjatë gjithë natës në brendësi të veshit dhe vetitë antiinflamatore dhe antibakteriale të saj do të parandalojnë infeksionet dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe komplikacionet e dhimbjeve të veshit. Sigurisht që qepa është një zgjidhje fantastike në dobi të shëndetit tuaj. Ajo lehtëson edhe djegjet e shkaktuara kryesisht nga kuzhina ose djegjet nga dielli. Qepa ka aftësi shumë të mira lehtësuese për dhimbje në çast ose të përshpejtojë procesin e shërimit pa lënë shenja në lëkurë. Qepa mund të zbehë gjithashtu edhe shenjat e plagëve të ndryshme. Nëse ju ndodh që të digjeni duke nxjerrë tavën nga soba ose duke gatuar në tigan, mjafton të mbuloni zonën e prekur me një qepë dhe jo vetëm që do të përmirësohet gjendja, por edhe do të lehtësoni komplikacionet e saj brenda ditës. Konsumi i qepës do të ndikojë pozitivisht në organizmin tuaj duke ju mbrojtur nga virozat e stinës. Qepët përmbajnë në squfur mineral i cili ka veti antiinfekse. Këto përbërës ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombocideve të gjakut, shkaku kryesor i atakut në zemër. Konsumi i rregullt i qepës gjithashtu mund të ulë kolesterolin e keq, gjë që është e rëndësishme për shëndetin tuaj të zemrës. Sigurisht që qepa është një zgjidhje mjaft e mirë në këtë aspekt dhe mund të japë rezultate fantastike në dobi të shëndetit tuaj, citon studimi. Qepa është një produkt shumë i mirë ushqyes edhe kundër temperaturës së lartë. Kjo metodë në duke si një shpikje nga gjyshet tona është në fakt një trajtim i pranuar edhe nga mjekët. Përpara se të vishni çorape, vendosni 2 feta qep të prera në shputat e këmbës dhe do të shikoni se si do të ulet temperatura në vetëm pak minuta. Qepët do të qetësojnë gjithashtu edhe problemet e lëkurës suaj nga pickimet e grerzave ose edhe insektet e tjera. Nëse një blet ose një gresht ju pickon, vetitë antiinflamatore të qepës do të parandalojnë gjithashtu reaksionet alergjike. Do të japin rezultate fantastike në ndihmën e shëndetit tuaj dhe gjithashtu në mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Sigurisht që qepa është një burim shumë i mirë i antioksidantëve në dietën tuaj dhe mund të jetë një zgjidhje shkëlqyer plotësuese në këtë aspekt. Qepa është një burim shumë i mirë i vitaminave dhe mineraleve, të cilat mund të përfitohen nëse konsumohet kjo e fundit vazhdimisht në dietën tuaj dhe në mënyrën e duhur. Nëse një qep e prerë përgjysmë lihet më shumë se 2 ditë, ju nga ajo nuk do të përfitoni asnjë nga vlerat e tyre ushqyese. Qepët janë të mira kur janë të freskëta, kështu që kur zgjidhni për të blerë qep, shikoni ato që janë të zbutura, të formuara mirë dhe nuk kanë hapje në qafën e tyre. Në këtë mënyrë ju do të përfitoni 100% nga ushqimet e shëndetshme. Qepa gjithashtu është e pasur me element oligoelement, të tilla si sulfuri, potasiumi, magneziumi, fluori, kalciumi, fosfori e të tjera. Qepa është një burim shumë i shkëlqyer i vitaminës K, C dhe burimeve të mira të vitaminës A e të tjera. Kështu konsumi i qepës në mënyrë të rregullt në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një aleat i mirë për mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Enzimat aktive të qepës kanë veti diuretike, purifikuese dhe tonifikuese për aparatin tretës. Ato do të normalizojnë florën intestinale dhe të pengojnë rritjen e substancave toksike që ndikojnë në shfaqjen e komplikacioneve të organizmit tuaj. Ndaj në këtë mënyrë, nëse doni të përfitoni për shëndetin dhe të mbani larg komplikacionet, sigurohuni që qepën ta keni pjesë të dietave tuaja të rregullta. Kështu ndikimet e saj pozitive në organizëm do të jenë edhe të mirëqëna. Qepa mund të jetë një zgjidhje fantastike në kombinim me mjaltin edhe kundër infeksioneve të rrugëve të frymëmarrjes. Ju mund të bëni gjithashtu gargar me lëngun e qepës në rast se keni dhimbje të fytit. Gjithashtu mund të pastroni fytyrën nga akne dhe të përmirësoni dukjen e saj me përdorimin e thjeshtë të qepës vazhdimisht në dietën tuaj. Ndaj mos nguroni ta përdorni atë si duhet. Vëmendje, ju bëj mendje se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.